5 shenjat që do të kenë më shumë fat në një korrik, pra ditën e mërkurë. Për të mërkurën një korrik, qielli karakterizohet nga lëvizje mjaft interesante që favorizojnë fillimin e muajit të ri. Tranziti kryesor i ditës është hëna në shenjën e Briciapit, e cila formon një trinë mjaft të qëndrueshme me Marsin të Demi dhe një sekstil mjaft harmonik me Saturnin të Peshqit. Kjo sjell një energji të jashtëzakonshme të tokës dhe ujit që përkthehet në fat praktik, mundësi financiare afatgjat dhe vendosmëri të lartë për disa shenja specifike. Dhe le të ndjekim cilat janë ato. Demi është shenja e parë e favorizuar nga yjet, si një shenjë e tokës ju jeni përfituesit kryesor të kësaj dite. Marsi në shenjën tuaj formon një trinë të artë me hënën të Briciapi, gjë që ju jep një shtys të jashtëzakonshme në sferën profesionale. Një korriku është dita e duhur për të marrë vendime që lidhen me investime afatgjata apo kontrata jashtë vendit. Në dashuri, ky tranzit shton stabilitetin dhe pasionin konkret në çift. Çdo iniciativë që merrni sot për të rritur kapitalin tuaj do të ketë një mbrojtje të plotë planetare. Virgjëresha, hënat e Briciapi aktivizon shtëpinë tuaj të 5 të fatit, krijimtarisë dhe bizneseve të pavarura. Ju jeni shenja e dytë dashur Virgjëreshe, e cila është e favorizuar nga yjet. Ky pozicionim pra që keni ju dhuron një mbretësi të jashtëzakonshme mendore dhe një sharm magnetik. Nëse merreni me content creator, krijem përmbajtje të ndryshe apo prezantime apo projekte online, do të korrni një sukses mjaft të madh në datën një korrik dhe rritje të audiencës. Në aspektin financiar mund të merrni një lajm mjaft të mirë për një bonus apo dhuratë të papritur. Romanca dhe flirtet sjellin emocione mjaft të forta e të qëndrueshme. Briciapi është shenja e tretë, me hënën që tranziton pikërisht në shenjën tuaj dhe sekstilin e saj me Saturnin, ju ndiheni në elementin tuaj natyral. Kjo ditë ju sjell një autoritet të lartë dhe një vullnet prej çeliku për të filluar muajin me hapa mjaft produktiv. Në aspektin profesional, pastaj idetë tuaja do të vlerësohen maksimalisht nga e prorët apo bashkëpunëtorët. Financiarisht keni mundësinë të strukturoni një plan mjaft fitimprurës. Në dashuri rrezatoni një siguri dhe pjekuri që të rreq vëmendjen e personave mjaft besnik. Peshqit është shenja e katërt e favorizuar. Saturni në shenjën tuaj formon një aspekt mjaft mbrojtës dhe mbështetës me hënën të Briciapi në shtëpinë tuaj të 11 të miqve dhe platformave sociale. Ky konstelacion ju sjell një fat të madh përmes rrjetit tuaj shoqëror apo aleancave të reja strategjike. Një bisedë apo një kontakt i ri online sot mund të kthehet në një projekt mjaft të madh dhe fitimprurës për muajt në vijim. Në dashuri ndjeni një lidhje të thellë shpirtërore dhe një paqe të madhe me njerëzit tuaj të zemrës. Dhe Akrepi, hënat e Briciapi aktivizon shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit, kontrateve dhe mesazheve të rëndësishme. Trina me Marsin të Demi ju jep një fuqi të madhe bindëse në çdo negociatë apo prezantim që do të zhvilloni. Një korriku është dita e përkryer për të mbyllur marrëveshje financiare ose për të nisur një projekt të ri mediatik. Në jetën sociale dhe sentimentale, fjalët tuaja do të kenë një peshë të madhe dhe do të prekin direkt zemrën e personit që dëshironi, duke krijuar intimitet të fortë.